Do doja të dija pak se si ka shkuar kjo fushatë elektorale për ju, keni takuar jashtëzakonisht shumë qytetarë, keni ndjekur nga afër shqetësimet e tyre, cilat kanë qenë disfatat e kësaj fushate elektorale dhe çfarë keni konstatuar, duke qenë se ju vazhdimisht keni bërë denoncime të shumta, qoftë në rrjetet tuaja sociale, qoftë drejt për së drejti me bashkëbisedimet që keni zhvilluar me qytetarët. Atëherë, ka qenë një fushat ndryshe, duke pas parasysh që unë kam vite në Partinë Demokratike dhe kam marrë pjesë pothuajse në të gjitha fushatat e saj. Kjo ka qenë një fushat ndryshe. Fakti që ne jemi 37, paktën për Tiranën, në listën e hapur dhe të gjithë mbulojmë territorin nga 2 deg, dikush 1 deg, dikush 2 deg, na është dashur të dalim shumë, të takojmë shumë njerëz dhe për të jo vetëm për t'i ftuar për të votuar për ndryshimin, jo vetëm për të bërë pjesë e ndryshimit, për të prezantuar programin e Partisë Demokratike që për të hir të vërtetës e them pa frikë që është programi më i mirë që jo vetëm Partia Demokratike, po një forcë politike në 34 vite ka prezantuar para qytetarëve, e cila premton me një ndërhyrje shumë të shpejtë brenda 100 ditëve, të paktën të nxjerr nga varfëria ekstreme një kategori apo një përqindje shumë të lartë të shqiptarëve në cilët ndodhen. Kështu që duke i takuar ka një diferencë, mendoj unë, edhe një fakt tjetër që e kam konstatuar dhe dua ta ndaj me ju, është përqasja kur ti i takon, sepse ne i takojmë pa i diferencuar, ne nuk e dim, kur dalim në për rrugë, në për lokale, në për biznese, kur ecim nuk e dim se kush është i majt, kush është i djathtë, kush është i lëkundur, apo fare i përcaktuar. Po thuajse të gjithë me njëherë ta thonë që duhet patjetër të ketë ndryshim. Dhe thonë pa hezitim. Në qoftë se më përpara duke marrë parasysh nga një palëzjedhe në këto 12 vite, qoftë lokalet, qoftë zgjedhjet e përgjithshme në 3 radhë, kanë pas frikë, dikush ka dikën punë, dikush madje edhe të prenoncohen apo të dalin në për foto apo të bëjnë dhe like në rrjetet sociale. Tani kur i pyesim, duket sikur nuk është më ajo frika, ka tejkaluar mënyra se rokopuja në cilën kanë rrëshqitur ekonomit. Janë të ngopur, le të themi, me problematikat e kësaj qeverie. Madje janë të trembur nëse Edi Rama do ushtroj përsëri gjithë ndikimin e tij, do lëshoj edhe njëherë krimin, do lëshoj arsenalin qeveritar të gjithë infrastrukturës shtetërore, apo parët e korrupsionit që ata i kanë në përduar ministrët. Hajder Mata, timit sinqert, administrata është në duart e tij, pjesa më e madhe